Shumë mirë, të rritet më shumë. Jo me kaq, me kaq ne jemi të kënaqur. Të vej me 5.000 leka, moj. Ajo është çest. Të ngordhë fare, t'ikëm për Shqipëri. S'ka me, qa do bëjmë? Të vdekur jemi. Të ikëm fare, të ikëm. Ti shesim këto që me kombanja, me vadroma, që kemi me makina dhe të ikëm, s'ka. Gruris shitet, Elvis shitet, që do bëjmë neve? O çmimi e shumë pak, unë e dua me 5, të vej tërë, ta shikoj mirë. Një lloj është me, një lloj është. Ju çfarë po bëni me mjetet tuaja? Qa do bëjmë rrime tash? Nuk e keni nxjerrë. Ku do dalëm tash? Kush me atë çmim nuk ja leverdis fare? Sa do ta shes grurin unë me 300 leka do ta shes? Ta marr naftin unë me 4.000 lek, ose 2.000 lek sa është tani edhe ta shes me 300 lek grurin. Qa bëhet kështu? Ka shtet apo s'ka shtet këtu? Dhe një gjë tjetër është se ju kapi në periudhën më të vështirë kur ju duhet ishit tani me mjetet e punës në tokat bujqësore për të punuar. Po asnjë servisim. Asnjëherë nuk vete në punë sepse nuk kanë leka. Njerëzit të marrin nitratin, të marrin naftin, po që nga nafti fillojnë, çdo gjë fillon me naftin. Çdo gjë fillon me naftin. Po si do t'i lini tokat? Po çfarë t'i bëjmë? Do t'i lëmë, do ik mos e të rri këtu vetë, e të rinë ata që janë të pasur. Ka edhe një efekt zinxhir në bujqësi sa i përket rritjes së çmimit të naftës, kemi dhe rritje të çmimit të plerave kimike, por gjithashtu edhe të produkteve që transportohen nga një vend në vendin tjetër, e shumë gjëra të tjera si këto. Si e shikoni këtë situatë? Që është gjithmonë në rritje, çdo gjë në rritje. Po thashme, na ngeli tani vetëm t'ikim, se s'kemi çfarë të bëjmë. Çdo gjë këta oligarkët, këta e zaptuan çdo gjë, tokat i zaptuan këte. Plerat rritet, nafta rritet, qa do bëjmë? Do vdesim fare, ja do vdesim ja dojtë. S'ka leka me, s'ka njeri fare. Se si do bëhet as një zot e di. Një zot e di, se si do ve kjo punë me neve. Nuk vejmë në punë. Nuk vejmë në punë. Qarë të bëjmë, të ndërojmë lekët me dash me shatarë, dash e për veten tonë. Edhe për veten tonë nuk na del. Ju punoni edhe për... Edhe për vete, edhe për shatarët. Bëjmë në një qikë punë, po ta shizë bëjmë iqë, fare. Ju ka penalizuar shtrëngtimi i naftës? Po, unë në atë mbaj habuk në atë. Është i vetëmi burimi i ardhur në Këtë të ardhura kam, as pension, as gjë për gjeje. Punoj me zheton në një soper, kur punoj, kur s'punoj. Hajnë, atë gjysmën asaj titrës. Po mirë, si do ja bëni gjatë kësaj periudhe që... Qeveria e di, dhe ta verë dorë në zemë. Kemi fëmijë të vegjël, me probleme. Ndjeheni pa mbështetje? Po, 100%. Na kanë hedhur këtu ku kemi rënë. Nuk di çfarë të them. Edhe të pa shpresë. Pa shpresë fare një. Nuk diskutohet. Si dëgjojmë ne që do shëntohet akoma, ku do vëmë ai? Ku do vëmë ta bëjnë në 10.000 leka, sa ka të bëjnë. Dorim shi. Shoh që mjetet tuaja janë parkuar në shtëpi. Në bori ka. Nuk do i nxirrni. Jo. Është në leverdis fare. Shiko, shtrëngtimi i naftës ka dhënë edhe një efekt zinxhir në bujqësi. Po. Ka edhe shtrëngtim të plerave kimike, por... Ato gati 2 fishi. 2 fishi. Gati 2 fishi. Edhe ata pak prodhim që kemi bërë këtu, zhvjen jemi ta marrë. Ngruar, ata mbeti gruri, ati pa anë. Edhe transporti i prodhimeve bujqësore nga një vend në vendin tjetër, edhe kjo ka rritur kostot e... Nuk, po ata s'marrin në shërfina zikundin, ne hedhim atë në shtëpi. Në për ato angare që kemi atë. Po, kujt i bëni thirrje sot për gjithë këtë situatë? Kryeministri. Çfarë thirrje i bëni? Thirrje ta vërë dorë në zemë, të bëjë si bën tërë Evropa, tërë Ballkani. I radhë nga diçka, ndash Italia, ndash ja kujtemi këta këtu komshinj kemi. Edhe këtyre ju kanë dhënë lek, edhe nuk e ndijnë naftën ata. Aty është 1.200 nafta, këtu është 2.200. E sa do vej? Çfarë them? Çfarë them unë dy bakë? Faleminderit. Asgjë betja. Bie olla unë vetë një 2 baça. As për të marrë leka fare hiç. Tëra ky jemi me 2.100 leka. Shiko, rritja e çmimit të naftës ka efekt zinxhir në bujqësi. Ai që bujqësia ja shumë atë s'ke leverdi fare, edhe mitin tënd që s'ke fare leverdi.
Ju e keni metin tuaj, punoni vetëm tokën tuaj apo? Veçën time, dijeva ata unë 2 shok, kishin sabaçka, të dy ata që vajta lek zetorit jalla, as ngeli për në xhep fare. Po mirë si bëhet në këtë rast? Si bet, vërzëtan gjesh fare. Keni menduar të mos e nxjerrni fare? Po çfarë bësh? Kam kali me ata të punoj prapë. Do i riktheheni metodave të vjetra? Kam kali në shtëpi, ai kam aty, kam 6 lop. Dhe një mishqer. Po. Do jesh me kalin, çfarë me këtë skele verdi fare. Çfarë? Sot për sot sa e mbushni? Sa është litri? Po 2100 lekë. E caka vajtë të dhile. 2100? Ne. Skele verdi fare. Ja diu vajta me dy shok kishin sabat na 600-700 metra. Ato që i mora ja u naft këtia. Sa e mbushët për ato? Po 20.000 lekë, çfarë ti mbushësh me? Çfarë ti bësh? Po mirë. Skele verdi fare, hiç. Jam dashu kalin. Pa sot do vetëm bëj çik me rul atyja. Që dashu kalin prapë. Ja sot kalin molla që marr sillazhin kamande dhe lulun për lopët. Sa ta marrë ku që të dashu? Sa ju dëmton ju fermerëve kjo Po situatë? shumë ashtu ajo, si ashtu. Qumshin unë me 500 lekë kam. Ai i thua atyre ata po duash, po duash. Mos ashtu. Çfarë të bësh? Këtu me njerë ngritje për ulje pasaja, si ka qenë. Mendoni se nuk do ulet më nafta? Jo. Për këtu njerë jo, as bëhet fjalë për Shqipërinë. Lejta shkush doj, daç këta, daç ata, ja e kanë kot. Ata tallen me neve. Po kemi ata fëmijët nga Tirana, pa i dishe për këtu, prishin ato e t'iknje fare. As mos këtheshen për Si e keni emrin? Mirdash Ocka. Mirdash Ocka. Po. Faleminderit. Po tani se fushat, tani do punosh se s'ben. Po është një kost të shtuar kjo për juve? Shtuar. Shteti tani qeveria do mendoj. Ju zuri në një moment të vështirë duke qenë se... Momenti më të vështirë që është fushata tani e mbilleve. Praverës. Ndërkohë ka dhe një efekt zinxhir në bujqësi, sepse rriten të gjitha. Çfarë është rritur tjetër? Po tjetër të gjitha produktet e rritur, do rritet fara, do rritet plerat, do rritet plerat e rritur. Me sa i merrni sot për shembull plerat kimike? Plerat kimike tani ora ja vajti 60 ca. Edhe 50 ca vajti në plati. Po sa i dëmton kjo gjendje një fermer? Tani e sapet janë bergjër tani, po që shumë e dëmton. Shumë fermerë këtu të zonës tuaj thonë që do t'i lënë miret më njanë dhe do ju rikthehen metodave të vjetra. Ju e keni menduar këta? Po metodës vjetra çfarë do t'i kthejsh tani me kasëm të punojmë dhe tani? S'punohen, por nuk punohen tani agregate të reja do marrish, punosh me kalët edhe me qetë tani. Me vështirësi, beta shteti do mendoj na e ulë. Ndiheni të detyruar, domethënë. Je detyruar, do je detyruar. Në ka ngelur me, po të them të tregoj Elbin, hajtë të tregoj grurin, në këtij vendi kjo na ka ngelur ne. Se gjë tjetër nuk ka këtu. S'kam shumë e vështirë. Një të djalit e kam me probleme kam. Nuk më flet. Sa vjeç është? Ish. Është një situatë shumë e keqe, por do bëni pak durim. Inshallah po një ulje. Jo pak. Renato è chiuso. Një gjysmë litre ujë është 500 lekë, një litër Jo, faleminderit, kemi dalë për
unë edhe duam të ta mbyllim sa më parë. Mirupafshim gjithë mirat. Mirupafshim. Hajde, për e nëse të shmenë. Kom internet.